Pranë pikave kufitare si të Muriçanit, ashtu edhe të Hanit e Hotit janë rikthyer flukset e shtuara në hyrje dalje, në fakt tashmë për javësh, por duket se java e fundit e muajit gusht ka sjell më shumë kryesisht emigrantë të cilët zgjedhin vendin tonë për të kaluar pushimin, por edhe të tjerë të cilët kanë qëndruar më herët dhe tashmë përikthehen në vendet e tyre ku punojnë dhe jetojnë. Këto ditë pjesa më e madhe udhëtarëve janë në dalje të vendit tonë. Turistët e huaj po japin fund pushimeve në Shqipëri dhe po kthehen drejt vendeve të tyre. Jam nga Italia. Shëtita disa ditë në Shqipëri. Gjirokastra më pëlqej shumë. Saranda kishte trafik, ndërsa Shkodra është e bukur. Tani po rikthehem dhe në kalim dua të ndalem pak edhe në Maltëzi e Kroaci. Ju po shkoni drejt? Drejt Malezi. Për të kaluar fundjavën apo për punë? Për fundjavë. Shumë makina nuk ishte qarkullim normal, ishte ngadalshëm. Sipas të dhënave të Drejtorisë Vendore për Kufirin dhe Migracionin në Shkodër, vetëm gjatë së shtunës janë përpunuar të dhëna për 34.094 shtetas në hyrje dhe dalje, ku 10.800 kanë hyrë në vendin tonë, ndërsa 23.300 kanë dalë nga vendi. Autoritetet kufitare bëjnë të ditur se kanë marrë masat për përballimin e fluksit me qëllim shmangjen e vonesave dhe përpunimin sa më të shpejtë të udhëtarëve dhe mjeteve në pikën kufitare të Muriçanit. Në moment të radhëve të gjata është punuar me 5 sportele, ndërkohë që her pas here, në koordinim me palën malazeze, aplikohet edhe kalimi me procedurë të përshpejtuar.